A e dini se një familje shqiptare ka licencat e 2 patentave të lëngjeve më të njohura në botë, Royal Crown Cola dhe Jaffa Champion. Pesë vëllezër në 20 vite kanë arritur të ngrenë një perandori të prodhimit të lëngjeve. Është kjo këtu, në Gjilan të Kosovës. Këta vëllezër arritën të fitojnë besimin e kompanive më të njohura në botë që shpikën dhe formulat më të suksesshme duke bërë një investim të paimagjinueshëm. Çdo ditë nga kjo fabrikë dalin rreth 150 artikuj me shije të ndryshme që çohen në disa vende të botës. Në një sipërfaqe prej 6 hektarësh ndodhen makineritë e fjalës së fundit, ku dora e njeriut duhet vetëm për t'i komanduar. Këtu ka qenën ara, fush. Fush këtu? Fush. E njëjtë sigur se që po shef ndër edhe mbi. Nga viti 2003 e këndej, është kjo që ka po shkolli tash këtu. Sa ka shkuar investimi? Mund ta thuash një shifër? Brenda një vitit, kështu që investimet e përgjithshme duhen me qenë diku rreth 15 milion euro. Po. Ky është Fizullah Mustafa, një nga 5 vëllezërit që krijuan kompaninë e lëngjeve Fluidi në vitin 1993. Lëngjet e prodhuara prej tyre patën me njëherë sukses. Kompania që në vitet e para fitoi fuqishëm tregun. Kena filluam me prodhimin e lëngjeve dhe fillimi ishte aq kështu them i mrekullueshëm, u futëm për një herë në treg se atë ishim ndër të parët. Direkt patët sukses, që në fillim? Po, që në fillim edhe në atë kohë kom pasur reklam në TVSH. Në atë kohë, vitet e 95-6 e kujune. Reklamën e parë që në TVSH-ja? Po, në TVSH kom pasur reklam dhe ajo i buni një bum. Ajo buni një bum për tregun e Kosovës dhe më gjithë. Se shipi shumë TVSH-ja në atë kohë? Po. Mirë po, të rritemi më tepër nuk ishin kushtet dhe jo kushtet të ishin, po nuk ishte kohë për investime të reja. Se në atë kohë u luftoke në ish Republikën Jugoslave. Dhe, si të thonë, vjen të era barut, edhe të në investosh investime të reja, nuk ishim asi guximi. Dhe pritëm deri sa të mbaron të luta, se vjen të era luqe edhe në Kosovë, në vitet 97-8 veç ishin ato lëvizje, çka u prit ke një gjë të tillë. Ne u zgjerum në Preshevë sa mundëm sipas kërkesave të tregut, po jo edhe aq sa mundishim të zgjerohemi. Zgjerimin, Fluidi do ta merrte në Gjilan, pas stabilitetit të situatës në Kosovë. Dhe sot kjo fabrik llogaritet më modernja në Ballkan. Nuk mjafton një ditë për të parë të gjitha ambientet e kësaj fabrike. Udhëtimin ton do ta nisim nga salla ku prodhohet lëngu natyral, Jaffa Champion, 100% frut koncentrat.
çdo sallë, një teknolog i specializuar të shoqëron për të shpjeguar detajet e mbushjes së lëngut. Brenda një ore, 9.000 thot nxjerr kjo makineri, e cila është fjala e fundit e teknologjisë. Një makineri që bën një seriozim të plot dhe natyrisht paketimi me tetra pak që njihet dhe si paketimi më i sigurt për shëndetin. Paketimi, domethënë, hutët të lëngu është shumë i mirë se rrezet e ditës nuk depërtojnë ata. Nuk depërtojnë ata. Nuk është i plastifikuar, sepse plastika ndikon pak në shëndetin e njerit. Është shumë më i sigurt në paketim letrës apo të kartonit sesa në plastik. Suksesi i kësaj kompanie mbështetet në 3 shtylla kryesore: investim në teknologji, në njerëz të specializuar dhe në receta cilësore. Koncentrati që vjen domethënë është shumë kualitativ, edhe i përgjithshia e mirë. Për ata është i suksesshëm, sepse kualiteti është i mirë. Jafa Champion është patenta më e njohur e lëngut natyral, e konsumuar sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Azi dhe Evropë. Para se të pije duhet të tundet. Duhet të tundet. Është si një lëng pak Po, i dendur. I dendur. Por normal vishnja është e kthjellët, molla e kuqe është e kthjellët, nuk është e dendur. Borovnica është më e kthjellët, nuk është e dendur. Ndërsa pjeshka, multivitamini, kolonjet janë të dendura. Nga gjithë të shijet e Jafës, cila pëlqejet më shumë nga shijet? Po, pjeshka. Kjo është? Po, kjo. Jafa Champion ka shije të ndryshme, si të portokallit, mollës, boronicës, pjeshkës e tjerë. Madje Jafa Champion është edhe me shije çajrash. 10 vite më parë, arrihet të merret licenca nga familja Mustafa. Në Shqipëri, ky lëng ka hyrë në vitin 2007. Në zhvillimin e sipërt të kompanisë, se në fillimisht kemi pasur lëngje të freskuese të gazuara. Dhe veç ishte hap i radhës investimi për prodhimin e lëngjeve nga frutat natyrale. Edhe tash edhe aty kom qyrt që të fus në prodhim një brand që është i njohur dhe që ka emër dhe që është Kualitet. po kualitet. Ajo ka qenë mbi gjithë. Kjo është vetëm një nga magazinat e Jafa Champion. Mjafton ta shikoni për të kuptuar sasinë e madhe të prodhimit të kësaj kompanie, e cila aktualisht shkon në 12 vende të botës. Vendet ku shpërndahet janë Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina, Malizi, Rumania, Bullgaria, Serbia, Italia, Gjermania, Zvicra, Suedia, Austria, Belgjika, Hollanda, Libia, Jordania, Nigeria, Dubai dhe deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të prodhuar një lëng cilësor, elementi kryesor është uji. Ndaj kjo kompani ka bërë dhe investimin më modern në filtrimin, dezinfektimin dhe ozonizimin e ujit. Në industrinë ushqimore, para se të përdoret uji, duhet të nështrohet procesi trajtimi, që në pikpamje fiziko-kimike dhe bakteriologjike me qenë i pastër. Ujin e marrin prej pulseve. Uji nuk duhet të ketë kurfar minerale, sepse mineralet i fiton prej pijet, lëngës. Dhoma ku përpunohet uji për të qenë maksimalisht i pastër dhe pa ngarkesa është kjo këtu.
15 metra kub në orë mund t'i përpunoj. Çdo person konsumon të paktën një herë në ditë një lëng frutash apo një lëng me gaz. Zanafilla e tregtimit të lëngjeve nis në rreth shekullit të 17 dhe ishin francezët parët që kuptuan edhe levërdin e këtij tregu. Një kompani franceze e quajtur Limonade prodhoi e para lëngjet, kryesisht me lëng limoni, me mjaltë dhe me ujë, dhe shitës më këmbë merrnin mbar të gjitha lagjet e Parisit duke i shpërndar tek të eturin. Ishte viti 1767. Më vonë, në shekullin e 18 ne kemi një tjetër lëvizje, një britanik i quajtur Joseph Priestley krijoi dioksidin e karbonit në ujë, duke shpikur atë që ne themi uji karbonizuar, që është edhe elementi kryesor i lëngjeve me gaz sot. Në mbretërinë e fluidit, një tjetër patent e njohur botërisht është ajo e arsikolës. Të gjithë ne themi shkurt arsikola, por në të vërtetë kjo pije është kurora mbretërore e kolës dhe historia e saj është shumë interesante, daton në vitin 1905, ku një farmacist i njohur i quajtur Claude Hatcher, i cili jetonte në Georgia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kishte një dyqan dhe prodhonte pije me gaz. Shërupin e merrte nga Coca-Cola, por në një debat me menaxherin për arsye të çmimit, ky farmacist vendosi një ditë që të krijojë formulën e tij unike, pikërisht këtë formulë Royal Crown Cola, e cila do të pushtonte botën shumë shpejt, madje do të konkuronte edhe vetë Coca-Cola. Por jo vetëm kaq, ky farmacist krijoi edhe këtë lloj ambalazhimi me alumin, si dhe hodhi në treg Diet Cola. Por, ndërsa arsikola pushtoi botën, për shqiptarët bëhet e njohur vetëm pas një shekulli far familjes Mustafa, e cila krijoi kontakte direkt me kompaninë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe formula e këtij lëngu me gaz vjen direkt prej andej dhe hidhet për të prodhuar në këtë fabrikë. Atëherë kontaktet devendohen se vetëm me ta thonë në kohën e viteve 2000 e mas 2000, ju komponuan livit e gjysë 2 derisa ku mbron kontakt me të alkoolës, të kompanisë arsikolës. Çka në atë kohë bota e internetit nuk ishte si sot. Po, pikërisht Ka qenë mënyrë, po. Edhe unë nuk mundosha ashtu përmes shokëve, përmes njerëzve që i njësha në Itali, që i dhëshin në Amerikë, e ku di une derisa vendose kontakte, kaloi një kohë. Dhe vendosja e kontakteve, ata mandej ma caktu një termin, derisa u takun për herë parë, dhe herë dytë, ku di une, dhe u morën vesh për kushtet, kështu që me 13 gusht 2003 kemi nënshkruar kontratën. Ju duke e pabesueshme besoj. Për të drejtën e licencimit, prodhimit dhe distribuimit të arsikolës. Arsikola vjen me ambalazh alumini dhe me shishe plastike. Në këtë dhomë, ju shikoni en inoksi, tuba inoksi. Në fakt, këtu është kyçi për të përfituar një pije mjaft të mirë dhe të shijshme siç është arsikola. Do të parapërqeja që këtë dhomë ndryshe unë ta quaja si dhomën e sekreteve, pasi këtu përgatitet e gjithë receta që vjen në zarf e mbyllur direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një recetë që vetëm pak njerëz e din këtu dhe që e zbatojnë pik për pik. Kështu vjen, direkt nga Amerika. E qa ka këtu brenda? Bazën e kemi këtu, e përgatitimi sirupin, e standardizojnë me vlerë caktuar sasi sheqerit edhe vëllimin sa kemi. Këtë sirup më thënë dhe e përcjellim dot te makina e mikserit, ku bëhet përzierja thash e ujit, e CO2-shit edhe sirupit.
Pra, Amerika e ka shpikur formulën, tani ju duhet ta zbatoni si duhet që të ruani shijen. Shijen dhe cilësinë dhe nivel të Fabrika i prodhon vetë shishet për të krijuar një paketim sa më të sigurt dhe cilësor. Që të marrësh licencën e një kompanie si Arsi Cola apo Jafa Champion, natyrisht duhet të plotësosh kushte investimi dhe sigurie. Investimi u krijuar se ata erdhen në vizit, panë seriozitetin e tonë si kompani, kushtet të cilët i shtruan ata, ne i përmbushëm, dhe nivelli tjetër ka përveç të nënshkruhet kontrata. Çdo ditë bëhen analizat e duhura përpara se të nisë prodhimi i lëngjeve. Dhe çdo darkë, këto makineri pastrohen me sistem automatik, një pastrim që shkon mbi 4 orë. Makineritë janë të programuara në atë mënyrë që nuk tolerojnë gabime në receta. Të 5 vëllezërit e familjes Mustafa bashkarisht e kanë kthyer fluidin në kompaninë më të fuqishme të lëngjeve. Sot, pas më shumë se 20 vitesh, edhe fëmijët e tyre janë pjesë e menaxhimit të kësaj kompanie. Një piktor, Demir Beluli, që është me preardhje nga Presheva, jeton në Gjilan. Në fillim, ajo ka qenë. Po. Se 2003-2004 kemi fillu me prodhim këtu me 20 shtator 2004. 20 shtator 2004. Ka qenë prodhimi i parë. E hapim në Solemne, kemi pasën të dikon me 20 nëntor 2004. Puna pa pushime kësaj familje, për kushtimi i tyre, bëri që dhe në Shqipëri njerëzit të mund të shijojnë lëngjet më të sigurta. Pjesa me të cilën u duhet të përballen është konkurenca e pandershme. Konkurenca jo lojale, ajo duhet zhdukut. Shiten lëngje, deklaruan si lëngje frutash, a shiten me çmim më të ulët se sa shitet uji mineral 12 litra lang. Për fat të keq, përballë këtyre investimeve serioze, ka individ që hedhin në treg lëngje të prodhuara pas një lloj sigurie. Konsumatorët të painformuar bëhen prej këtyre prodhuesve. Familja Mustafa gjithsesi vijon investime për të respektuar besimin e konsumatorëve. Në gjithë këtë perandori të ngritur, është pasioni këtyre vëllezërve dhe fëmijëve të tyre për të sjellë për shqiptarët kudo ku janë patentat më të njohura të lëngjeve.